kafja. Pavarësisht se di me thonë që disa kafe në ditë, deri në dosë saktuar nuk na bëjnë dëm, por kjo është edhe në varësi të individit. Dikush do të lërë kafen, do të heqë dorë ose të reduktoj sasinë. Çfarë duhet të bëj? Kafja ka të mirat e saj. Çdo gjë ka benefitet dhe efektet anësore. Do të thotë që 1-2 kafe në ditë fare mirë përdore. Nga ana tjetër, ata persona që kanë ndjeshmërinë ndaj kafes, dhe unë jam ndër të parat që kam ndjeshmërinë ndaj kafes, dhe jam e vetmja që flas për kafen, është bukur që të gjithë që dalim dhe flasim në emisionet të caktuara, në puntatet të caktuara, të mos marrim vetëm të mirat e diçkaje, po duhet të fillojmë të flasim edhe për ato që kanë efekte anësore. Se çfarë na bën kafe? Patjetër, personat që kanë ndjeshmëri ndaj kafes, ndaj kafeinës, nuk do merr as me kortizolin asgjë sot, nuk kam plan të flas për tilla gjëra, por ne kuptojmë fare mirë në moment që përdorim një pije me gaz, në moment që përdorim një pije energjike, ka persona që dhe një copë çokoladë nuk arrin ta mbajnë dot brenda metabolizmit të tyre nga kafeina, dhe kafen gjithashtu. Çfarë kemi? Dridhje duar, dridhje trupi, humbje shikimi, mjegullim shikimi, rrahje të shpejta zemre, mos fokusim, dhe aty kuptojmë që diçka nuk shkon me trupin tonë. Përtej që lodh mbi veshkoren, përtej që lodh sistemi nervor. Dëgjojmë individ që pinë kafe, përpara se të flënë gjumë pinë kafe. Dhe flë thot, unë flë si qingj. Absolutisht jo. Stresi oksidativ është aty.